LDK dhe PDK bën publik bashkëpunimin në Gjilan, nuk pat reagime histerike nga ana kryesisë e LDK-s, edhe pse ishte publike, ndërkohë që një gjë e tillë u përcëll me shumë kundërshti dhe me shumë polemika që kemi qenë dëshmitar në rastin kur LDK bëri koalicion lokal me vendosje në Vushtri. Pra, shihet se këto dy parti e kanë një marrëveshje të heshtur. Ndonë sekretari i kësaj partije, zoti Abdigjiku, thotë se unë nuk bëj marrëveshje nën tavolina, mbi tavolina, dalë dhe deklarohem hap tazi, nuk e shoh që në rastin konkret flet hap tazi se ka një preferencë të koalicionit me PDK-n. Nëse është shumë më tolerant, shumë më i mirëkuptueshëm për koalicionet që partia e tij i lidh në komuna të ndryshme ku bashkëpunon me PDK-n kundër lëvizjes vetëvendosje, duhet ta thotë hap tazi, sepse tek e fundit opozita është për të formuar kauza, opozita është për të formuar qëndrime, nëse e konsiderojnë zotin Kurti si person me një peshë të madhe politike, ndjente rrezikuar, nuk kanë tregu rezultatin e kërkuar e kënaqshëm në zgjedhjet e kaluara. A ka qenë pak specifike mënyra se si është bërë ose ndërtuar koalicioni? Po themi, nuk e di, ishte Albin Kurti aty që në momentin e siglimit, në shkrimit, dhe kjo mbase është parë si problematike për Abdigjikun, që s'ka ndodhur fakt në raste të tjera në shkrim të koalicionit ku lideri i njërës parti ose tjetës ka qenë aty për mi pranishëm kur janë në shkurë koalicionit mes kandidatëve. Po kur themi ne vetëvendosje, i pari që na shkon në mendje është kryetari i kësaj partije. Kur themi LDK, gjithashtu edhe PDK, pra vetë fakti që aty janë personat, logo e partive tyre, aty janë edhe kryetarët e partive, janë ose nuk janë fizikisht. Pra, dihet a priori se në momentin kur vendoset bashkëpunimi, nëse është prezenca apo s'është prezenca e tyre, prapse përmes logos është miratimi i asaj kryesie. Dhe unë jo rastisht po themi nëse i shkojmë aspektit protokollar, nëse një marrëveshje ka një protokoll, të duhet të kishte një marrëveshje edhe që dytë të jenë të pranishëm, që këto të detaje paraprakisht të pajtoheshin dhe të mos nxjinet njëri në befasi, siç rastin e Vushtrisë, Abdigjiku duket që është befasuar pse Albin Kurti ka qenë i pranishëm në momentin kur është në shkur marrëveshja. Ne u befasum se qysh Abdigjiku thonë s'kam ditë asgjë dhe doli puna që me mesazhe dinte çdo gjë. Pra tash se sa është për t'ju besu fjalëve të politikanëve, kjo le të mbetet në gjykimin e gjithëve që janë duke na ndjek edhe këtu në studio secilit të ketë ato botkuptimet e tyre, po mu përvoja më ka mësuar që t'jem shumë ma rezistues ndaj deklaratave të politikanëve, shumë ma me dyshim, ndoshta edhe profesioni është i tillë. Kështu që u demantua zoti Abdigjiku, po të kthejnë ata ajo që isha duke përfunduar si mendim, unë nuk kam asgjë, nuk shoh asgjë të keq edhe s'kam asgjë kundër nëse zoti Abdigjiku deklaron se unë ndjehem më i afërt me PDK-n dhe mendojmë që ta krijojmë frymën opozitare, një qysh dikur LDK-ja ka kriju të njëjtën frymë lëvizjen vetëvendosje kur ishin kundër qeverive të kaluara. Pra, thon halli të bëm bashk. Në këtë rast, zoti Kurti është njeriu më i votuar në historinë e zgjedhjeve. Këta nuk e kanë prit rezultatin, nuk e kanë marrë rezultatin që e kanë prit, dhe natyrshëm mund të grumbullohen kundër një force politike që e shohin që është ma e fuqishme në këtë periudhë. Dhe vetëm ky jo sinqeriteti mu pengon se nëse vetëm je duke bashkëpunu, shihet, edhe keni qenë opozit, s'duhesh të ngurosh, se atëherë del trajta e zotit Abdigjiku, diçka e pa trajta, ato që e tha dhe zoti Ukshini, del i pa kuptueshëm, del sikur të mos ketë guxim të vendimarrjes në partinë e tij. Thuaj se është e dyzuar LDK-ja nëse një krah do të shkojë me vetëvendosjen e tjetri me PDK-n. Pra, lën hapësirë edhe për interpretime të tilla.